Ludina dhe Jereda dhe Mbacaj. Asje nisim emisioni sot me motra. Të gjithë vjeta. Jered, kënaqësi që ju kam së bashku dhe që të flasim për këtë bashkëpunim tuaj që në insert thoshte bashkëpunimi i parë. Pa, ku ma mbush mendjen mua që mes motrës që nga ky bashkëpunimi i parë. Diku ka qenë. Është bashkëpunimi i parë publik, le të themi, se gjatë jetës tonë ka qenë bashkëpunimi për herë. Por edhe që diku mbastej ka qenë gjithmonë, edhe kudo. Por ti ke dashur ama që t'ishte prezente, të dilte motra? Tani Reda është këtu edhe zakonisht nuk është... Jo, qa ke dashur ti se qarë... Jo, do ta marrësh dhe unë që pas ka dashur. Para i flasim për balë këto, po unë e kam thënë gjithmonë që Reda ka shumë më shumë talente se unë. Ka qenë gjithmonë talent në piktur, në veshje, ka stiluar fustanin tim të nusëris, të dasmës fundit. Dhe... që ka qenë veshja e bardhë me ripin... Me brezin e gjubletës. Po, dhe gjubletës, po, kujtoj. Dhe ka qenë gjithmonë në backstage për mua, si individ, jo në një projekt të madh. Edhe duke qenë se ka patur edhe talent gjithmonë pikturë në poezi, po gjithmonë i ka pëlqyer të jetë backstage. Edhe shqyr, pas kam qenë shumë gjëra. Zoti, edhe tjeni tani është dashuria e motrës që flet me këto aspekte? Apo vërtet të bëj të ndihesh kështu në siklet tani? Po, është dhe dashuria e motrës. Ja. është edhe. Madje unë mendoj që në tilla raste është edhe modestia një çik, nuk arrin të shpreh të gjitha. Nuk para e shprehim, si shprehemi njëra tjetrës, vetëm me veprime. Vërtet? Po. Nuk është se kemi këtë stilin familjar, o gjemla ime fare. Jo. Si e keni o zemra ime? Jo, jemi gjithmonë afër njëra tjetrës për çdo gjë. Je dashur natyrë kështu, gëvrazësh. Po, është pak fare fisnore kjo që ne nuk është se jemi shumë përgdhelës. Ne përgdhelim njëri tjetrin me batutat të hershme, familjare, etj. Kemi shprehje të ndryshme që mund ta shprehim dashurinë. Që mund t'i themi në ekran? Pjesërisht. Jo të gjitha. Pjesërisht. Jo të gjitha. Vim te kjo klinikë e bukurisë që ju sjell në skenë, do ta themi në skenë në kuptimin e vërtet fjalës së bashku, po përpara se të flasim për shfaqjen, te çështjet e bukurisë, cila është më e fiksuar nga ju? Tek çështjet e estetikës, jam unë, jo të bukurisë, estetika. Në përgjithësi, dhe më të në çdo gjë estetike, syri. Kurse, Rudi është thjesht e bukur, dhe më të nuk është e fiksuar. Nuk është e fiksuar. Jo, unë kam shumë problem me estetikën. Bjeta, unë nuk kam bërë kur një dalje publike që t'jem veshur vet, ose të kem stiluar flokët si që dua vet, se asnjëherë nuk e di si dua, ose nuk kam një mendim. Gjithmonë është Reda në telefon, ose të shtëpia ime duke më zgjedhur çat vesh, si të Tani ka hyrë pak edhe Viki? Po tani se dhe Viki ka shumë stilin e Redës, i ngjan Redës për këtë pjesë. Prandaj dhe i besoj Vikit, se kam kuptuar që ngjan me Redën. Është liru pak Reda nga kjo përgjithësi, se përpiqet edhe Viki. Kështu që duke qenë ti e fiksuar natyrshëm, të shkon, domethënë, të shkon te syri dhe për një komedi të tillë. Kjo në fakt është një komedi që do të thot të kundërtën e kësaj klinikës së bukurisë, është një farsë. E përktheva shumë rastisht, kisha dëshirë të bëja një përkthim, se kam shumë problem me gjuhën shqipe, dua të jetë shumë e mirë, dhe e përktheva për qefin tim. Ja tregova Rudit, prap kështu, pastaj na mori shumë seriozisht Andja, Xhunga, regjisorja, falenderojmë. Është mbledh një ekip shumë i mirë. Do më thënë, ishte fjalë u bë gjë. Kështu mund ta përmbledh.